Përshëndetje shikues të ekranit të televizionit të UTA, pikë së pari ju themi agjerim të lehtë dhe pse çast në çast po kalon koha dhe po afron iftari. Sot dhe si mbrëmjet e kaluara kemi një të ftuar ku do të flasim mbi tema të ndryshme rreth Islamit. Temen akoma nuk e di, me kemi sekret nga teologu Besim Curaj edhe që është sot i ftuar këtu me neve. Përshëndetje dhe mirë se na jeni. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po, mirë se na erdhe, të flasim, të tregojmë për këtej ekranit disa gjëra që na ofrojnë më tepër me Islamin dhe pse jo të mësojmë edhe diçka më shumë edhe ne. Cila do të jetë tema që sot do të përçojmë edhe për te ekranit? Unë se pari ju përshëndes juve për këtë emision, sikur çdo Ramazan që e organizoni bashkë me Bashkinë Islame këtu në Ulqin. Ju dëshiroj punë të marë, jo vetëm gjatë këtij muaji të shenjtë, por gjatë gjithë kohës. Me të vërtetë kemi të vetmin televizion këtu në Ulqin dhe ne, secili për neve, pra duhet të japin kontributin e vet për të gjithë teleshikuesit e këtij qytetit. Sidomos bara neve na takon për më tepër në muajin e shenjtë të Ramazanit që ne gjendemi, që nëpërmjet këshillave tona, nëpërmjet atyne porosive tona, besimtarët të cilët neve na ndjekin, pra të kenë dobi që ta kalojnë të muajit të shenjtë në shfrytëzimin dhe të mirësive që jep Zoti i gjithësisë Allahu në këtë muaj, dhe të di se si me mirë pra ta kaloj këtë muaj pra në adhurime të ndryshme, të cilat pra janë edhe si shenjë apo cilësi e këtij muajit. Pra unë vetë ju më pyetët për temën, vetë pra e përmenda tani. Kisha pas dëshirë që të flasim përveç shkurtimisht që do t'i përmendim për arsye se me siguri para folësit e mi dhe ata që do të flasin pas met, pra pas folësit, do t'i përmendin, por do të përmendja këtu shkurtimisht disa adhurime që ne i kemi veçanërisht vetëm në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, por unë do të vë theksin mbi një lloj adhurimit i cili vazhdimisht nga besimtarët, pra harrohet nga një herë dhe nuk veprohet apo nuk ka një potencë sikur se sa adhurime tjera, pra që ne ju japim rëndësi. Ai është adhurimi i meditimit, pra që ka rëndësi shumë të madhe të përmendet në këtë muaj të shenjtë. Po si mund të definohet koncepti dhe llojet e adhurimit në Islam? Adhurimi si adhurim, pra adhurimi apo adhurimet, pra adhurimin qoftë njëjës apo shumës nëse duam të themi, adhurimet kanë patur definicione të ndryshme prej mendimtarëve islam gjatë shekujve. Mirë po, ai definicion që mu më pëlqen më së tepërmit dhe kam dëshirë që ta ndaj me teleshikuesit dhe kështu mendoj që është më së miri të konceptohet pra definicioni i adhurimit në mesin e popullit të njohur si ibadet. Pra edhe kur e pyesim njëri tjetrin, e pyesim a ke bërë ibadet, sidomos tani në Ramazan, pra a ke shumu me tepër ibadetin se sa në kohë tjera të vitit. Mirë po, koncepti ibadet pra në terminologjinë islame është, apo duhet kuptohet shumë ma gjansisht, shumë ma në mënyrë gjenerale se sa ai që kuptohet nga dikush që vetëm falja namazit apo agjerimi i cili është adhurimi, ibadeti kryesor i këtij muaji të shenjtë të madhrueshëm të Ramazanit. Pra adhurimet apo adhurimi në përgjithësi duhet kuptohet secila vepër, secila fjalë, secili mendim, i cili bëhet me emrin e Zotit. Pra me Bismillahirrahmanirrahim, secila vepër që veprohet me emrin e Zotit dhe që e kënaq Zotin ton është adhurim.
Pra kështu duhet kuptohet adhurimi. Kurse sa i përket llojeve të ibadeteve apo adhurimeve që ne mund t'i ndajmë në shumë mënyra, në adhurime obligative, në adhurime vullnetare, apo në adhurime, si që është një ndarje që e përmendin edhe shumë dietar, pra adhurimet të cilat njeriu i bën me mendjen, zemrën e tij, sikurse është këtu besimi, të besuarit, të nuk e bën me trup, me anën fizike, por me mendjen, me shpirtin, me zemrën e tij. Sinqeriteti, niyeti, pra qëllimi, kur bën qëllim, niyet, ke ba niyet me ba një vepër të mirë. Durimin me çka bën, me atë qenien tënde. Pra këto janë adhurime të llojit, pra me zemër, me mend, meditimi, pra të menduarit, për mrekullit e krijimit të krijuesit ton më të mirë, Allahu të lartësuar, pra është adhurimi këtij llojit. Kemi llojin e adhurimit që bëhen vetëm me anën fizike tonën, me trupin ton, sikurse është agjerimi që ne kemi tani, pra namazi, falja namazit, bërja duas me gjuhën tonë, lutja, kërkimi falje, pendesa ndaj Zotit xhaleshanuhu. Kemi çdo sjellje, çdo gjë e jona që bëhet nëpërmjet veprimeve, pra që si është sjellja mirë ndaj gjithë njerëzve në përgjithësi, jo vetëm të atyre që i njohim dhe që i duam, por të gjithë njerëzve në përgjithësi. Pra është adhurim i trupit edhe ky, që tregon atë besimin tonë. Kemi adhurimet që bëhen, lloje adhurimit që bëhen vetëm me anën materiale tonën, me mall, me anën materiale, pra me pasurinë tonë. Ai lloj adhurimit është zekati, obligativ natyrisht në fenë islame. Kemi sadakan. Pra zekati është dhënia e një pjesë të vogël të pasurisë sonë nëse përmbushim kushtin e zekatit, pra nëse numërohemi të pastër, nëse kemi arritur sasinë e nisabit. Të 91 gram argjend, ari, pra, ose do të thonë 640 gram serm, nuk ka lidhje, por në këtë sasi të nisabit, pra ne kemi obligim zekatin një herë në vit. Pra ky nuk hipet, ky nuk është adhurim i mendjes as i trupit, por është i pasurisë sonë, i mallit ton, e asaj anës materiale ton. Dhe sadakaja në anën tjetër, lëmosha është vullnetare, nuk është obligative, por është vullnetare. Dhe këtë e bëjmë pra nëpërmjet llojit të adhurimit, pra anës materiale. Veprat tona bamirëse, një bamirësi që japim nga pasuria jonë, që të ndërtohet një spital, një rrugë, një shkollë, një xhami, lëmosha, ku është më mirë të jepet? Lëmosha është më mirë të jepet, domethënë natyrisht janë kategoritë që vetë Zoti i Madhruari ka treguar në Kur'an. Unë nuk do të ndalem gjerësisht, sepse unë vitin e kaluar kam folur për temën e lëmoshës, por deshta të them se adhurimet të cilat pra janë të llojit me atë pasurinë tonë, pra bën pjesë në zekat, lëmosh, bamirësi ndaj të tjerëve, ndihma ndaj nevojtarëve, kështu me radhë, e cila bëhet vetëm me anën materiale tonë. Dhe kemi edhe anën tjetër të adhurimeve që banë edhe me anën tonë fizike, pra me trup, por edhe me pasuri. A është haxhi. Të gjithë ata që e kanë obligim, pra kushtin e 4 të islamit, zekatin, pra, që e kanë mritur pasurinë e nisabit, të gjithë ata kanë që një herë në jetë, jo në vit, sikurse ishte zekati, por një herë në jetë të vizitojnë Ka'ben, pra në Mekë, pra shtëpinë Allahu xhaleshanuhu, pra Ka'ben e madhnueshme, e cila bëhet pra lloji adhurimit me trup, pra me adhurimin trupor të shkurja deri atje, tavafin në Ka'be, të gjitha veprat që bën në Ka'be, dhe me pasuri, pra që ti ke kontribu me pasurinë tënde që me bë këtë vizitë atje, një shumë goxha madhe, të cilën pra shumica njerëzve nuk e kanë fatin që ta kenë. Pra këto janë llojet pak a shumë të adhurimeve.
Po këto adhurime, cilat ndër to veçohen më shumë apo nuk ka kalkulime në Ramazan plas? Në Ramazan kështu, adhurimet natyrisht ne do të vëmë theksin pra muajit të shenjtë të Ramazanit, pasi që e bëmi një hyrje në lidhje me adhurimin dhe adhurimet të cilat janë të veçanta në Ramazan, pra adhurimi më i veçantë është natyrisht adhurimi i agjërimit. Ku me siguri pra edhe parafolësit e mi pra kanë folur për madhështinë e agjërimit, të adhurimit të agjërimit, i cili është pra obligativ vetëm në këtë muaj. Them obligativ, pra i detyrueshëm vetëm në këtë muaj, kurse në muajt tjerë pra besimtarë dhe besimtarja mund të agjërojnë, por nuk e kanë obligim. Pra adhurim i veçantë më kryesor i muajit të shenjtë të Ramazanit, pra në radhë të parë, është agjërimi. Pra që e ka qëllimin e vet, unë do të flas për qëllimin se nuk do të marrim kohë, ne do të kemi diçka tjetër theksin sonte, por përveç agjërimit si obligativ, pra adhurim i tillë, kemi edhe namazin e teravis, i cili namaz është vullnetar, sunet pra traditë e profetit tonë të dashur Muhamedit a.s. por nuk ndodhet në muajt e tjerë. Pra namazi teravis falet në kohën pra pas namazit të yatsis, vetëm në muajin e shenjtë të Ramazanit. Kemi atëherë pra fenomenin syfyr dhe iftar. Pra syfyri dhe iftari janë dy momente edhe sa të bereqetshme, sikur se thot profeti a.s. pra për syfyrin, por edhe të gëzueshme, pra iftari, gëzimi i parë është kur e çel iftarin dhe gëzimi i dytë do të jetë kur të takoj Zotin e vet, thot pejgamberi a.s. Ta janë adhurime apo momente adhurimi që janë vetëm në muajin e shenjtë Ramazanit. Pra nuk kemi mundësi që të përjetojmë jashtë Ramazanit. Do të kemi me vonë në 10 ditëshin e fundit pra kërkimin e natës së Kadrit, ku për cilën Zoti i lartësuar në Kur'an thotë se është më e mirë se 1000 muaj. Pra, themi ndryshe më e mirë se krejt jeta e njeriut. Kërkimi i asaj natë në 10 ditëshin e fundit në netet tek për shembull, ose praktikimin nga një njeri banor i qytetit që ta mbuloj obligimin e krejt qytetarëve të vendit, pra itikafi, apo halfeti që ne jemi mësuar të themi, pra 10 ditë e fundit, pra një njeri, pra mbyllet në njërin prej xhamive tona dhe të adhuroj Zotin me adhurime të ndryshme, të madhuroj, të përmendin Zotin, të bëj lutje përveç vetes së tij dhe njerëzve të tij për gjithë, pra banorët të qytetit, për gjithë vendin, për gjithë muslimanët dhe muslimanët kudo që ndodhen në botë. Neve kështu na mëson Zoti. E keni parasysh atje kur e falim namazin atje, para se japim selam, që duam t'i themi lam tu mirë ati namaz, e kemi një dua atje, Rabbena atina fi dunya. O, Zot, me fal mua, në këtë botë, në botën tjerë, me fal mua, prindrit e mi dhe të gjithë besimtarët në ditën e gjykimit themi. A themi, kështu themi. Pra, muslimani në asnjë mënyrë nuk duhet ta heqë nga mendja se ai nuk bën dhe nuk lejohet që të jetë egoist. Nuk ka egoizëm në Islam, të lutesh vetëm për vete dhe familjen tënde. Por muslimani është e kundërta e egoistit. Pra, ai i cili ndoshta në shumë raste sakrifikon edhe veten e tij për muslimanët e tjerë. Ju konstatuat se do të ndaleni dhe të flisni më gjerësisht për një lloj adhurimi i cili anashkalohet për shumë i rëndësishëm për të krijuar një bazë të fortë të besimit ton individual. Adhurimi i meditimit. A mund të themi pikërisht se ky muaj është muaji dhe koha përshtatshme që ne ti përkushtohemi këtij adhurimi? Patjetër, pra unë e theksova atje në fillim kur folën për llojet e adhurimeve. Njëri prej tyre pra ishte adhurimi i cili bëhet vetëm me mendjen edhe me zemrën tonë, ai është meditimi, një adhurim i cili përmendet shumë në Kur'an, shumë vargje të Kur'anit, ajetet të Kur'anit, rreth 13 vargje të Kur'anit përfundojnë me frazën për ata që mendojnë, për ata që kanë mend dhe intelekt të mendojnë.
ose fraza a nuk jeni ka e shifni, pra me mendjen e juj, me intelektin e juj, a nuk jeni ka i shihni argumentet e Zotit. E kështu më radhë, pra ka disa vargje të Kuranit, ajetet të Kuranit që përfundojnë me atë se Zoti neve na nxit që të mendojnë, meditojnë. Pra meditimi thënë më thjesht është mendim i thelluar, i përpunuar, pra jo vetëm mendim sipërfaqësor, por meditimi në Islam e ka kuptimin që të meditohet, të mendohet për mrekullinë, në radhë të parë mrekullinë e krijimit të Zotit. Çdo gjë që ndodhet në gjithësi, në kozmos, jashta qenis tonë dhe brenda qenis tonë. Pra, çdo gjë që në rrethon, çdo gjë që ne njohim deri në shekullin 21, në momentin që ne jetojmë, dhe në të ardhmen çka ne do të zburojmë, pra, me anë të mendimit dhe meditimit të kthjellët, adhurim të cilin shumë njerëz e anashkalojnë, e harrojnë, pra, unë do të quaja ndryshe një adhurim i braktisur prej muslimanëve sot. Sepse kjo nuk është tradit, apo themi kështu, nuk ka qenë i anashkaluar nga besimtarët e parë në historinë e Islamit. Ne duhet përmendim faktin se muslimanët dhe besimtarët e parë, duke u frymëzu prej vargjeve të Kuranit, prej këto lloj ajeteve që unë i përmenda, që mendojnë që përfundojnë në atë mënyrë, pra nuk jeni ka shifni dhe nuk mendoni me mendjen tuaj, nuk meditoni. Rreth 250 ajete pra vargje të Kuranit në Kur'an pra flasin për krijimin e gjithësisë. Pra gjithësia kuptohet çdo gjë që ekziston, krijimin e tokës, të qiellit, krijimin pra çdo gjë që na rrethon, kafshëve, njerëzve, bimëve, të çdo gjë pra që ekziston, pra flet Kurani rreth 250 ajete në Kuran janë pra Zoti me këtë na nxit që ne të mendojmë për mrekullinë e krijimit të Tij. Dhe këto vargje, të tilla vargje të Kuranit ishin pra burim i inkurajimit të shumë shkencëtarëve musliman, të cilët vunë themelet e para, pra këtë duhet ta përmendim gjithsesi, themelet e para të shkencave që ne sot i përdorim dhe i gëzojmë. Qoftë shkencat eksakte, natyrore, qoftë pra duke përmendur mjekësinë, algebrën, matematikën, gjeografin, biologjin, anatomin, pra çdo send që ne sot e quajmë shkencë, sidomos shkencat eksakte e kanë burimin në themelet e para të dietarëve musliman, të cilët u udhëhoqën dhe u frymëzuan nga vargjet e Kuranit të tillit lloj. Ku njëri prej tyre ti përmendim disa vargje, ku thot në surën Ali Imran, në ajetin pra vargu 119 dhe 191, në krijimin, thot Zoti i madhruar, në krijimin e tokës dhe të qiellit, pra, apo në krijimin e qiellit dhe të tokës, në ndrimin e natës dhe të ditës, ka argumente për gjithë ata të cilët pra mendojnë, për gjithë ata të cilët pra kanë mend të mendojnë, apo të meditojnë. Dhe për ata të cilët thot e lusin Zotin dhe e madhrojnë Zotin, qoftë thot në këmbë, qoftë thot ulur, qoftë shtrirë, pra nuk e lënë pa adhuru Zotin në një farë mënyrë, si e kanë mundësinë ata, dhe mendojnë, thellohen dhe mendojnë për mrekullitë e krijimit të krijuesit. Dhe thonë, Zoti i madhruar, i lartësuar, nuk i ke kriju kot këto. Pra paramendoni një skenë të bukur, pra në gjithë ne nga një herë, për të shlodhur nga jeta jonë e përditshme, e shekullit 21, një jetë me një shpejtësi marramendse në krahasim me shekujt e parë të Islamit apo të njerëzimit, pa marrë parasysh, ne kemi nevojë që të shlodhemi nga ato punët tona të përditshme. Nganjëherë ne zgjedhim që të dalim të shëtisim në vende ku ne edhe të shlodhim mendjen, po dhe frymëzohemi, apo, dhe paramendoni se jemi duke ndenjur dhe kemi një vështrim
brenda një bukurie të rrallë, përpara kemi male me borë, kemi ujin e detit apo liçenit, kemi bimë të ndryshme, drunjë të ndryshme që na rrethojnë. Pra këtu në vendin tonë ka shumë vendet të tilla, por fatkeqësisht ne njerëzit nuk jemi ato që i mbrojmë dhe që i zhvillojmë në të mirën tonë. Fatkeqësisht njeriu sot, se duhet flas për ekologji, por njeriu sot është armik i vetvetes dhe i natyrës, për cilën e ka kriju Zoti vetëm për ne, dhe neve na ka vu përgjegjës edhe për shfrytëzimin e të mirave që na i ka dhënë nëpërmjet natyrës dhe atij ambienti që na rrethon, por na ka vu përgjegjës se si ta menaxhojmë atë. Dhe kur e kemi përballë një tablo të bukur të mahnitshme ku ne kemi zgjedhur një fundjavë të shkojmë të shlodhemi, pra një peizazh të bukur natyror, a nuk bën ne në ato momente qoftë ta ndajmë me ato që jemi apo me vetveten tonë, o Zot, ti je i lartësuar, si ka mundësi që një bukuri kaq të rrallë, pra mos ta mendoj se kush është pas kësaj, kur ne e dim se qoftë edhe një shkrepse që e kemi përdorur dikur për ndezur. Tani e kemi filluar mos i përdorim, por një shkrepse nuk ka mundësi që të ekzistojë ose të jetë pat që e ka punuar, që e ka bërë gati atë shkrepse për përdorimin nga njerëzit. Nuk ka mundësi pa qëndru dikush pas saj, po si ka mundësi kjo bukuri që është përballë neve, ky univerzum, pra ky kozmos, kjo gjithësi, kjo madhështi e krijimit të jetë pa një krijues absolut, krijuesin më të mirë, më të bukur, më të urtë, Allahun e lartësuar, Allahun xhaleshanuhu. Pra, ky është ai adhurim, pra meditimi që ne duhet ta shpeshtojmë më tepër, mos ta hedhim në arres, sepse do ta shohim më vonë dobit, cilat do të jenë dobit e asaj. Ose në një varg tjetër të Kuranit, kur thot Zoti i madhruar në surën Fusilet në vargun 53, pra në ajetin 53, neve thot ju shfaqim argumentet tona në qiell dhe në tokë, që ti shihni argumentet tona, pra, edhe të shihni se ky Kur'an, pra, kjo fjalë e Zotit është e vërtet. Pra, me këto ajete dhe të tilla si këto, u uzuan muslimanët dhe shkencëtarët, dietarët të bardhë, arritën që të jenë sunduesit të shkencës. Ne duhet mos harrojmë faktin se për shembull shkenca e mjekësisë. Në shkencën e mjekësisë ne kemi të njohur Avicenën, apo këtu edhe në Perëndim njihet si Avicena, babai i mjekësisë, mund të themi. Ai është Ibn Sina, dietari dhe mendimtari musliman, i cili pra ka hedhur përveç tjerash në shkencë të ndryshme librat e tij, pra që në shekullin e 17 lexohen në universitetet me famë botërore në fakultetet e mjekësisë, janë bazë për studentët e mjekësisë. E mos të përmend tu Al-Biruni, pra Ibn Haldun, ai i cili ka vu themelet e shkencës së sociologjisë, të themi për hartët e para topografike ishin mendimtarët musliman të cilët i shpiken. Domethënë mendimet në astronomi e kështu me radhë, mos të hyjmë me thellë, pra janë këto vargjet e Kuranit dhe adhurimi i meditimit të menduarit thellë në hollësi që porosit Zoti dhe na nxit në Kuran, që ne në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit duhet ta rikujtojmë, ta ringjallim të adhurim dhe mos të harrojmë faktin se Muhamedi alayhis salam, pra, para se të bëhet profeti i Zotit, para se të shpalli Kurani dhe të bëhej profet, ai largohej nga masa njerëzve. Dhe ku shkonte? E kemi të qartë faktin historik se ai largohej në një shpellë të quajtur Hira, apo? Dhe vargjet e para të Kuranit që i zbritën Muhamedit alayhis salam janë në atë vend ku ai shkonte, për çfarë bënte atje? Të rrinte larg njerëzve se ishte mërzit për njerëzve. Ishte një njeri që smërzitur për njerëzve, më i miri për gjithë. Nuk ishte gojë kërkush që ta shante profetin alayhis salam. Ishte e morri emrin bile para se të bëhej profet, besniku, i besueshmi. Njerëzit të cilët
pra shkonin në udhëtime dhe linin një kohë të gjatë shtëpin apo veglat e punës të veta, mjetet e tyre, ja linin në amanet në besë Muhamedit a.s. Pse se ishte më i besueshmi prej tyre. Jo se ishte mërzit prej tyre, por shkon të meditonte, të mendonte se ekziston diçka që unë duhet të besoj dhe të gjej me atë mendjen time. Dhe më në fund, Zoti i lartësuar me mëshirën dhe me madhëninë e tij ja ul Kur'anin në shpellën Hira, mu në momentet e meditimit. Dhe vargjet e para nuk janë fal namaz, as agjero, por si janë vargjet e para të Kuranit, lexo, studio, mëso me emrin e Zotit i cili të krijoi. E kështu me radhë. Pra, për të medituar dhe menduar njeriu, duhet bëj një punë e cila quhet studim, e cila quhet dije. Ne falë Zotit sot në kohën tonë kemi në mënyrë të institucionalizuar për në për shkollën fillore, të mesme, të lartë, e fakultet e tjerë, pra që njeriu të pajiset me këte lloj të adhurimit, se përmendëm atje një prej llojeve të adhurimit të zemrës dhe të shpirtit të mendjes, si shto dituria, se ti nuk mundesh me ba me trupat, por me mendje. Dhe prandaj dituria neve nevojitet që të pajisemi me njohuri të reja, që të jemi në gjendje të meditojmë dhe të mendojmë më tepër për mrekullitë e krijimit, apo të pajisemi me besim në Zotin, sepse duke meditu, duke i parë argumentet kudo që na rrethojnë, ne e shohim se ekziston Zoti i gjithësisë. Pra, neve në një, se ndoshta nuk kam qefë që të zgjas shumë, por neve thamë në fillim do t'ja ve theksin me tepër këtij lloji të adhurimit. Përveç aty në vargje që ne i përmendëm atje fusilet ku thot ne do t'ju bëjmë të mundur të gjithëve të shohin argumentet tona në qiell, në tokë e tjerë. Por thot në surën Dhariyat, pra në kapitullin Dhariyat, në ajetin vargun 21 të kësaj sure, ne do t'ju bëjmë argumentet tona të qartë në tokë, pra në sipërfaqen Zotit, po edhe në veten tuaj. Pra edhe në qenin tuaj, në trupin tuaj. Nëse ndalemi kështu. Le të meditojmë me veten tonë. Nëpërmjet atyre njohurive themelore që ne i kemi fituar gjatë shkollimit tonë fillor, të mesëm, e tjerë, pra në lëndët e biologjisë, anatomi kemi pas atje, kemi forë ndërtimi anatomik i njeriut, apo le të ndalemi dhe të mendojmë kështu. Pra, neve Zoti na thret që të mendojmë, apo? Dhe qendra e mendimit pra është në trurin tonë, në sistemin tonë nervor. Dhe jo me këtu ne kam zgjedhur të temë me gjërësisht sonte, sepse gjatë agjërimit një prej dobive më të mëdha shëndetësore, se shpirtërore nuk ka pikë dyshimit që kemi shumë mirësi të cilat ne edhe nuk i dim, por prej dobive edhe shëndetësore dhe dobive fizike tona është njëra prej atyre është se neve në sistemin tonë nervor në rritet pra sasia e hormonit të lumturisë i cili quhet endorfina ose një tjetër që e shoqëron pra eukefalina. Të dy këto që të menduarit pra e zhvillojnë nëpërmjet asaj ndjenjes së lumturisë që e fiton njeriu, njeriu është në gjendje të mendoj më pastër, më kthjellë. Kjo fal agjërimit ton, pra trupi automatikisht e shton të substancë që ne pra kemi në trurin ton. Dhe arrim që të mendojmë më kthjellët. E shifni, pra vetëm e kemi dalluar atë ndryshimin me para Ramazanit, jemi më të kthjellë. Ne ndoshta dita e parë, dytë mund të jetë një çik e vështirë, por më vonë ne jemi më të kthjellët në të menduar. Prandaj edhe kjo ndodhi meditimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ulja shpalljes në muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe marrja e shpalljes nga ana e Zotit në momentet kur ai meditonte. Sepse muaji i shenjtë të Ramazanit nuk ka një veçanti të madhe nga muajt tjerë. Veçantia e tij dhe obligimi i agjërimit, shkaku i obligimit të agjërimit është se
sipas shumicës së mendimtarëve islam, se në këtë muaj është muaji i Kuranit, muaji në cilin është zbrit Kurani, kjo është arsyeja. Jo për ndonjë arsye tjetër të madhe. Kjo është arsyeja. Se për ndryshe, sipas kalendarit ton hynor, muaji i Ramazanit pra ecën në përkrejt vitin, sipas kalendarit diellor që ne e përdorim në jetën e përditshme. Por madhështia e Ramazanit fitohet nga veç shpallja e Kuranit, për ndryshe quhet edhe muaji i Kuranit. Pra kur përmendem atë adhurimet veçante të Ramazanit, më dolin nga mendja përmendja atë leximin e Kuranit që ne e bëjmë këtu mukabele që ne i quajmë, pra 2 herë në ditë pas namazit, pra të ikindis në mëngjes, pra pas syfyrit, atë para namazit të sabahit, ne në një xhami të qytetit, të gjithë imam të qytetit lexojmë Kur'an nga një xhuz, pjesë të Kuranit në ditë. Prandaj ky muaj e fiton shenjë të rinë nga kjo, pra nga vetë fjala e Zotit Kurani. Nëse kthejmë edhe herë të ajo që thamë atje, do t'ju bëjmë argumentet të qarta edhe në veten tuaj. Këtë sistem nervor dhe trurin, organin e trurit që i përmendëm ne më parë, na thret Zoti që ta shfrytëzojmë sa më tepër, sepse kemi një bank, një kasafort, të cilin ne shumë fort e kemi mbyllur dhe nuk jemi duke e përdorur pasurinë e asaj kasafort. Pse them kështu? Sepse njeriu më i mençur i globit, dikush thot 7%, dikush thot 10%, po themi 10% e përdor trurin. 90% e trurit e njeriut nuk përdoret. Pra kemi një kapital të fjetur që ne nuk e përdorim, duke mos e vënë mendin tonë në punë. Prandaj thot atje edhe në veten tuaj, ky tru përbëhet prej, mjekësia thot, rreth 100 miliard qelizave të përhimta, të cilët pra janë të shumta në numër në krahasim me qelizat tjera trupore, por është edhe një krahasim i bukur që një filozof ja bën kësaj, truri joni përngjan thot një icebergut, malit të akullit, i cili vetëm 1/10 duket përmi ujë. Kur shkojnë anijet që i afrohen, vetëm 1/10 e tij e shohin. Pra ky është truri jon, 1/10. 90% e këtij icebergut është nën ujë, i pa parë. Ose i përgjet thot një beduinit i cili ecën në shkretin, pra në vendet arabe atje, nga jashtë neve na duket si një njeri i thjesht, tepër i thjesht, i varfër, por në këmbët e tij pra ekziston ari i zi që quhet. Kush? Nafta. Prandaj kështu është edhe truri jon, të cilin ne kemi për obligim, na nxit Zoti jon, krijuesi jon, për me forcuar besimin dhe devotshmërinë tonë, me përdor për me meditu, për me mendu, me forcu atë çka ne besojmë në Allahun xhaleshanuhu. Përmende dobit pak më parë, çfarë mund veçojmë prej dobive të shumta nga meditimi? Çfarë mund ma thoni? Pra ajo që i thamë, pra është ajo që se ne në radhë e parë, në numër 1 është pra përforcimi i besimit tonë. Duke i parë këto argumente që ne i shohim jashta vetes sonë dhe brenda vetes sonë. Pra nëse ne mendojmë vetëm për një çast atje çka kemi mësuar më vonë, pra e mendojmë më vonë, tash e mendojmë ato çka i kemi mësuar në lëndën biologjisë atje, apo nëse kemi lexuar ndonjë revistë mjekësore. Unë për veti kam qef shumë këto, sepse mashtojnë atë oreksin për meditim. Njëra prej tyre është mrekullia e zemrës, organit tonë zemër. Pra zemra është ai organ ku nëpër zemër kalojnë 5 litra gjak për 23 sekonda. Nëse mendojmë, vetëm këtë mendojmë, nëpër zemrën tonë kalojnë 5 litra gjak vetëm për 23 sekonda. Çfarë mrekulli të krijimit, kush mund ta bëjë këtë? Vetëm Allahu i lartësuar. Nëse pra ne e llogarisim ta shkencëtarë që e kanë llogaritur, gjakut i duhet të kalojë 100.000 km në orë shpejtësinë për këto 23 sekonda. Shpejtësia e gjakut që qarkullon nëpër endë i gjakut për me plotësu këtë qarkullim, gjakut 23 sekondë nëpër zemër i duhet 100.000 km në orë. 215 herë më shpejt se sa shpejtësia e anijës kozmike.
Ne mendojmë se mjeti më i shpejt sot që ekziston është shpejtësia, pra anija kozmike, 215 herë më shpejt është shpejtësia e gjakut që qarkullon nëpër kapilarët e gjakut që kalon nëpër zemër për 23 sekonda. Ose themi në veten tonë, a tha pra vargu i Kuranit, mendoni pak edhe për veten tuaj. Ne dim që ciklonet nga shkenca dhe anticiklonet e kanë shpejtësinë rreth 130-140 km/h, shpejtësia cikloneve, errat forta që ndodhen këtu, jo falë Zotit, por shumë në planetin tonë. Është shumë më e vogël se sa shpejtësia e ajrit që del prej mushkrive tona në momentin kur ne të shtisim. Shpejtësia me llogarit në kilometër në orë është 390 km/h shpejtësia e ajrit që del prej mushkrive tonë në moment kur ne të shtisim, kur teshemi. Çfarë mrekulli të krijimit. Apo nëse mendon dikush që e ka veten në dorë, unë bëj çka du me veten time, Vetëm kështu të mendojmë. Duam të ngrihemi nga vendi, vetëm dëshira për të ngritur ishte jona. Ne nuk mund të dim dhe të mendojmë se sa muskuj vihen në lëvizje për ne të ngritemi nga vendi. E këte ne nuk e kemi në dorë, ka ai që e ka krijuar këtë sistem kaq perfekt. Vetëm Zoti i gjithësisë. Sikur na lënte ne, sikur ai që mendoj se e ka veten e tij në dorë, unë bëj çka du me veten time, Sikur t'ja lej atij personi që mendon kështu, rrahjen e zemrës, ta ruaj zemrën mos ndalet. Ose frymarrin tonë, të cilën ne kemi 16 herë në minutë marrim frym kështu. Frymarri do 16 frymarri në minutë i kemi. Apo 19.000 frymarri në ditë, për 24 orë. 480 milion frymarri gjatë një jetë 60 vjet, nëse e marrim një jetë mesatare. Sikur të na lente ne Zoti me u kujdes për funksionimin e organizmit tonë. Vetëm të organizmit tonë ne nuk do të kishim kohë që të merremi me këto çka merremi ne me jetesën, me punën, me familje, me fëmijë etj. Pra vetëm kështu të mendojmë, thjesht këta ka gjithsekush mundësi që ti mendoj. Pra dobia në radhë e parë thamë që është forcimi i besimit në ekzistencën e Zotit dhe të mbahet gjallë, pra të mbahet i paluhatshëm besimi, imani i njeriut, duke menduar në këtë mënyrë. E shohim atje se edhe vetë Kurani është fjalë e Zotit. Në Kuran ka me qindra argumente shkencore, të cilat shkenca vetëm shekujt e fundit i ka zbuluar. Mos t'i përmendem ato sepse temën e kemi të tjerë. Pra, ne duhet studiojmë, lexojmë. Ka ardhur fatkeqësisht koha kur njeriu mendon apo është shndruar një makineri sikur se këto mjetet transporti që ne kemi i nevojitet vetëm benzini atje, lënda djegse atje dhe uji për me ftof motorin. Ashtu njeriu, shumë njerëz sot mendojnë se jeta është vetëm ushqimi, pija, gjumi edhe rrjetet sociale. Këto mjetet që ne i kemi si rezultat i kohës, në rregull, duhet t'i shfrytëzojmë në mënyrë racionale, thirrje kështu publike, me shfrytëzu në mënyrë racionale, me mend me shfrytëzu, sepse të gjitha ne mund t'i shndrojmë në të mirën tonë. A ka mundësi që rregull e ke harru librin, ta hapësh librin dhe si dikur prej biblioteket apo prej liberarisë ta marrësh një libër dhe të lexosh një libër në javë apo në muaj, Merret atë mjet, telefon, tablet, smart, pajisje atje, merre dhe shfrytëzoje për lexim të asaj çka ty të nevojitet. Mos merremi me këto rrjete sociale me tepër shumë kohë, të merremi me probleme se çka ka ndodhur një populli apo një personi, sepse kur dalim para Zotit, asnjërit prej neve nuk do të na pyes Zoti i gjithësisë, ai i cili na ka krijuar dhe na ka krijuar me një qëllim në këtë botë. E qëllimi është vetëm i vetëm që ta njohim atë, ta besojmë atë, dhe ne ta kalojmë këtë provimin e kësaj dynjaje, që është të gjithë e dimi që është kaluese. Pra, të lexojmë dhe të studiojmë ata çka neve na duhet, sepse për ato neve do të na pyes Zoti digjë, nuk do të na pyes për të metat,
për ato që ka arrit dikush tjetër, për ato që ka bërë gabim dikush tjetër, e tjerë, por vetëm për vetën tonë. Kjo është pra dobia ma madhe, që është pra forcimi besimit tonë dhe asaj vetëdijes tonë se ne duhet bëjmë diçka për vetën tonë. Nuk duhet të shndrohemi vetëm një makineri pasive e kohës. Të gjitha këto të mira që ne i kemi edhe nga Zoti, por nga shpikjet tona që vlen nga mendja jonë, truri jonë që e ka kriju përsëri Zoti, duhet i kthejmë në dobi tonë, në jonë ndamin tonë. Falenderojmë shumë Besim për këtë bisedë jashtëzakonisht të bukur dhe besoj që edhe shikuesve atje do ju ketë bërë përshtypje edhe pjesa e krahasimit me mjekësinë dhe gjitha këto sugjerime apo të vërteta që i the. Çfarë do të ishte një mesazh i fundit për shikuesit? Mesazhi i fundit për shikuesit është kjo që ne gjendemi në një muaj të shenjtë madhërueshëm. Muslimanët e parë 6 muaj para se të vinte ky muaj i shenjtë e lutnin Zotin që t'u amundsonte ta mbërrin, ta presin këtë muaj. E ne me që e kemi pritur, na ka mundësu Zoti që edhe këtë Ramazan ta kemi mbërrit. E lusim Zotin që ta kryem, se nuk e dim se kur është ai moment i fundit që ne ndahemi nga kjo botë. Dikush i ri, dikush i moshuar, nuk ka aty, nuk ka vetëm Zoti idea i cili na ka krijuar, prandaj i porosis të gjithë ato që na ndëgjojnë, t'i shfrytëzojnë mirësitë dhe nimetet që na i ka dhënë Zoti me këtë muaj, me atë mundësinë e tyne, sepse Zoti nuk i obligon kërke me tepër se ka mundësi, dhe me tepër se ka dije, por sipas mundësisë dhe dijes së tyre të shfrytëzojnë kohën në mënyrë me mend, pra përsëri po përmendim, në mënyrë racionale që këtë muaj ta ngrisim atë devotshmërinë tonë. Se ky është qëllimi edhe i këtij muaji dhe i agjerimit që ne e kemi si sinonim i këtij muaji, pra të ngrihemi shpirtërisht dhe të dalim gjithmonë unë përdori një frazë të dalim më të mirë se sa kemi hyrë në këtë muaj të shenjtë. Edhe njerë faleminderit shumë. Faleminderit edhe shikuesve që këto qaste ndoqet ekranin e televizionit të UTA, koha për iftar tashme po ofron, ne ju themi agjerim sa me të lehtë dhe të pranuar nga Zoti i Madhërisëm. Kjo ishte biseda me teologun Besim Thuren, cilin e falenderoj edhe njerë, edhe juve atje ju falenderoj që qëndruat besnik gjatë këtyre minutave. Deri tek takimi ardhshëm, mirupafshim.